Përshëndetje shenja nga Forres, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi asi i kupave, 2 kupat në të kundërt, perandori, hëna. Java juaj hapet me kartën asi i kupave, duke treguar se zemra juaj është gati të mirëpres një energji të re. Mund të ndjeni më shumë ndjeshmëri, frymëzim ose dëshirën për të hapur një kapitull të ri emocional. Një lajm, një takim ose një ndjenjë e bukur mund t'ju bëjë ta shihni jetën me më shumë optimizëm. Megjithatë, 2 kupat në të kundërt tregon se jo çdo gjë do të rrjedh pa luhatje. Mund të ndjeni një distancë emocionale me dikë. Mund të ndjeni një keq kuptim ose mungesë harmonie në një marrëdhënie që ka rëndësi për ju. Kartat nuk tregojnë domosdoshmërisht për ndarje, por ju këshillojnë të mos lini boshllëqet e komunikimit që të zmadhohen. Dhe pikërisht këtu shfaqet perandori, duke ju kërkuar të mos reagoni vetëm me zemër, por edhe me maturi. Gjatë javës, ndoshta mund të kuptoni se disa situata kërkojnë vendosmëri, kërkojnë kufi të qartë dhe gjithashtu të keni kontroll mbi emocionet tuaja. Sa më shumë të mbështeteni tek qetësia dhe tek logjika, aq më lehtë do të përballoni sfidat që mund të lindin. Interpretimi mbyllet me hënën, e cila tregon se jo çdo përgjigje do të vijë menjëherë. Mund të keni dyshime, mund të keni pasiguri ose ndjesinë se diçka nuk është ende plotësisht e qartë. Në vend që të nxitoni drejt përfundimeve, unë do thoja lëreni intuitën t'ju udhëheq dhe jepini kohë situatave të zbulojnë të vërtetën e tyre. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pasiguritë e momentit t'ju largojnë nga ajo që ndjeni në të vërtetë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 8 shpatat, mbreti i kupave, mbreti i shpatave, 3 monedhat. Në familje, java nis me 8 shpatat, duke treguar se mund të ndiheni të kufizuar nga një situatë, ose të mos dini si të veproni përballë një problemi që ju shqetëson. Ndoshta keni menduar më shumë se ç'duhet për një çështje familjare dhe kjo ju ka bërë ta shihni zgjidhjen më të vështirë se sa është në të vërtetë. Më pas shfaqet mbreti i kupave, duke treguar se qetësia emocionale do të jetë aleati juaj më i mirë. Në vend që të reagoni menjëherë, do të arrini t'i dëgjoni të tjerët me mirëkuptim dhe të ruani ekuilibrin edhe kur emocionet janë shumë të forta. Pranë tij qëndron mbreti i shpatave, i cili ju këshillon të sillni më shumë qartësi në komunikim. Një bisede sinqertë ose një vendim i marrë me maturi mund të zgjidhë një situatë që ka mbetur pezull prej kohësh. Kartat tregojnë se kombinimi mes zemrës dhe arsyes do të japë rezultatet më të mira. Për disa nga ju, unë do të thoja se 2 mbretërit mund edhe të nënkuptojnë 2 figura me ndikim në familje, që mund të kenë role të rëndësishme gjatë javës. Njëri mund të tregojë më shumë ndjeshmëri dhe mirëkuptim, ndërsa tjetri do të kërkojë zgjidhje përmes logjikës dhe vendimeve të qarta. Nëse arrijnë të bashkëpunojnë situatat, do të ecin drejt një zgjidhjeje të favorshme. Interpretimi mbyllet me 3 monedhat, duke treguar se bashkëpunimi mes familjarëve do të forcohet. Pra, çdo problem do të zgjidhet më lehtë kur secili të jap kontributin e vet dhe gjithashtu të dëgjoni njëri tjetrin. Kartat këshillojnë të dëgjoni me zemër, por të vendosni me logjik. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i shkopinjve, dielli, kalorësi i shkopinjve, temperanca.
Në dashuri, asi i shkopimve hap një cikël të ri, duke sjellë entuziazëm, pasion dhe dëshirën për të bërë një hap përpara. Nëse një situatë sentimentale ka qenë në vend numero, kjo kartë tregon se energjia fillon të lëvizë. Më pas ndriçon dielli, duke larguar pasiguritë dhe duke sjellë më shumë gëzim në jetën tuaj emocionale. Mund të kaloni momente të bukura me personin tuaj, ose të merrni një lajm që ju lumturon, ose të ndjeni se marrëdhënia po bëhet më e hapur dhe më e sinqertë. Për ata që janë beqar, kjo kartë rrit mundësinë e një njohjeje që ju rikthen optimizmin. Energjia bëhet edhe më dinamike me kalorësin e shkopimve, i cili sjell lëvizje, sjell takime spontane ose iniciativa të guximshme. Gjithsesi, unë do të shtoja që në sferën e dashurisë ka dhe shumë energji të shenjës së shigjetarit, pra ndoshta disa nga ju kanë të bëjnë me një shigjetar, ose ju vetë mund të keni ascendentin në shigjetar. Kjo më tërhoqi shumë vëmendjen. Pra, me kalorësin e shkopimve, mund të ndjeni dëshirën për të mos i shtyrë më ndjenjat dhe për të jetuar ato në mënyrë shumë spontane. Dhe këtu unë do të shtoja të mos merrni vendime vetëm të udhëhequr nga vrulli i momentit, sepse kalorësi i shkopimve është shumë i paqëndrueshëm me ndjenjat e veta. Interpretimi përfundon me temperancën, e cila vendos ekuilibër mbi gjithë këtë energji. Pasioni bashkohet me pjekurinë dhe emocionet gjejnë ritmin e tyre. Kjo kartë tregon se lidhjet që ndërtohen me durim, mirëkuptim dhe komunikim kanë mundësi të forcohen edhe më shumë. Pra, me pak fjalë, një ndjenjë lind me asin e shkopimve, fillon të ndriçohet nga besimi dhe gëzimi me kartën e diellit, e ju gjeni guximin të bëni hapin e parë ose hapin që keni hezituar me kartën kalorësi i shkopimve, dhe në fund situata qetësohet dhe balancohet duke krijuar një bazë më të shëndetshme për të ardhmen, që është temperanca. Kartat këshillojnë t'i lini ndjenjat të rrjedhin natyrshëm, por gjithsesi unë do të shtoja që gjithashtu të ndërtoni edhe çdo hap me durim. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 shpatat, Heremiti, Forca, 7 monedhat. Në punë, javanis me 9 shpatat, duke treguar se mund të mbani mbi supe më shumë shqetësime se sa është e nevojshme. Një çështje profesionale, një përgjigje që prisni ose frika për të ardhmen mund t'ju lodhë mendërisht. Megjithatë, karta thotë se jo çdo skenar që ju e imagjinoni do të bëhet realitet apo është realitet. Më pas kemi Heremitin, duke ju këshilluar të mos nxitoheni, sepse mund të ndjeni nevojën gjithashtu që të tërhiqeni për pak, të analizoni situatën me qetësi dhe të kërkoni zgjidhje pa u ndikuar nga zhurma përreth. Pikërisht, në reflektim mund të gjeni përgjigjet që kërkoni. Në vazhdim shfaqet Forca, e cila tregon se do të keni aftësinë të përballoni çdo sfidë me durim dhe vetë kontroll. Edhe nëse ritmi i punës bëhet më i lodhshëm, nuk do t'ju mungoj këmbgulja për të vazhduar përpara. Java mbyllet me 7 monedhat, duke treguar se rezultatet kërkojnë kohë. Mund të mos shihni menjëherë frytet e punës suaj, por çdo përpjekje që e bëni tani po ndërton diçka të qëndrueshme për të ardhmen. Kartat këshillojnë të mos e matni suksesin me shpejtësinë e rezultateve, por me qëndrueshmërinë e përpjekjeve tuaja. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi Fantazma. Fantazma ju thotë të lini pas hijet e së kaluarës, të mos lejoni që kujtimet, zhgënjimet ose frikrat e vjetra të ndikojnë në zgjedhjet që bëni sot, sepse vetëm duke u çliruar nga fantazma do të bëni progres.